Sì, sempre pronto a sopravvivere da solo. Alcune persone cambiano improvvisamente. Oggi sei importante per loro, domani non sei niente per loro. E questa è la vita reale. Aty u frymzuat, Atë botë mësuesja asaj kohe na kishte dhënë detyrë shtëpie me shkruaj një poezi prej vetës. po. Edhe mu më lindi ideja, e shkruava një dikur, e pava që kam, nëse munda me qujtë delë, se kam frymzim, i krijova 15 për një ditë. Shih. Rimin e pranverës ta kemi në sytë tonë, bre. Pastërtinë e dëborës mbi shkëlqen në zemrat dhe mendjet tona. Si dikur t'ja hedhim vallës këngës me zë deri në qiell. Të shtrëngojmë fort agimet e ditëve të arta, shumë ne ikën kalim dhe pashabesën. Ta kalojmë zjarrin e përvlueshëm që na dogji si qiriu në errësirë. Ta freskojmë ballin në burimin e ujit jetëdhënës, jetë e bardh, oj. Par Zotin jeta ime, veç pak dritë duam. Veç edhe i herë të këndellet mara të në maku. Hemoglobini katastrofal. Motra Mari fshin djerset, pëshpërit kush e di për të satën herë. Zoti s'është i zi, s'është i zi Zoti. Nga bardhasia dhoma vërbohet, në një guask heshtje e mbyllet. Pas murit zhdukëm unë. Sono Fez Demiri del Kosovo, sono uno psicologo di professione. Le mie passioni sono la lettura, la musica, la grafica, l'apicoltura, gli strumenti musicali e l'arte in generale. Finora ho pubblicato 10 libri. Puoi trovare i miei lavori sul mio canale YouTube. Rispetto molto l'arte e la cultura del popolo italiano. Con rispetto, Fez Demiri.